Ramaduro. Çfarë komenti tjetër don? 3 ditë para, kryeministri i Shqipërisë, nga media kryesore numër 1 e Shteteve të Bashkuara dhe e botës, u damkos Ramaduro. E kupto vetë. Tjetër, 3 javë më parë, një zyrtar i lartë i Departamentit të Drejtësisë solli këtu mesazhin e Ministrit të Drejtësisë Shteteve të Bashkuara, apo prokurorit përgjithshëm, quajini si doni, ishte një funksion, me të cilin kërkon që Shqipëria të merret me kartelet e saj të drogës. Po për kë bien këto kampana? Më thuj mua. A është folë në njerë për kartel droge? Në Shqipëri, kartele droge. Nuk është folë kur. A është cilësua në njerë Edi Rama Ramaduro? Unë e kam cilësua Noriega. Po Noriega në kanë harru njerëzit tani. Harruë. Po të bësh një anketi, të garantoj që as 3% e njerëzve nuk dinë që është Noriega. Kështu që mund të them se epiteti im bëri nuk ngjiti. Ramaduro në vend e kapi, e shpalli media numër 1 e botës. Pra, si të mos e shpalla të më thujti mua presidenti Trump, Ballkani një zonë të rrezikshme? Kjo është arsye. Kartelet po, Ramaduro po, gjithas bashku.